Miq të Bardhazisja, te kemi takuar në këto ditë të nxehta të korrikut, kur emisioni Bardhazi është pranë jush, sepse jemi pranë të vërtetave të përhershme dhe me humorin ton pikant që shumë njerëz na thonë, e di çfarë po më thoshin Bromerion? E di se po më thoshin Bromerion, po që keni krijuar një profil të veçantë ju të dy. Nuk keni bërë as bajat, gjithmonë e kemi krijuar. Dhe as telendar. Gjithmonë e keni mbajtur një profil serioz dhe aq më shumë i bëni njerëzit për të qeshur. Në këtë realitet ku jemi kemi shumë nevojë të qeshim, sepse ky emision është si ato vezët, po jo si vezët që dëgjojmë, po si vezët e Pashkës, që vjen një herë, por kur vjen furishëm, që nuk prishen për gjithë vitin. Mirë, shkojmë në pse. Erion, po si e sot. Kryevepër jam. Jemi në pastiqeri. Kemi dëgjuar që ju bëni ëmbëlsira me mish. Po, nuk është e vërtet. Unë e kam emrin me mish. Bëj edhe njerë si shduhet, se nuk e bërë si shduhet. Beti. Okej. Jemi mësuar dhe kemi dëgjuar që në reklamat që bëni, ju bëni ëmbëlsira me mish, zotri. Po, është e vërtet. Çudi se di e bleva një tort dhe nuk pash as një fije mishi brënda. Zoj, mua më quaj me mish. Reklama të ngatron. Gruaja i thot burrit, pasi të uitësh mirë lules, do vish të diskutojmë diçka që kam parë dje në telefonin tënd. Dhe burri, çfarë bëri do të thoni ju? Ndonjë 3 ditë duke uit lulet. Zvjen burrin bot. Një burru ka pa brek dhe dërguan para gjyqit. I pandehur, pse keni qenë pa të mbathura? Zonja gjyqtare, unë jam martuar 6 herë. Me gruan e parë kam 12 fëmijë. Me gruan e dytë kam 11 fëmijë. Me vendim gjykate, gjykata vendos, personi në fjalë nuk ka patur vërtet kohë të veshit të mbathurat. Kur gjykata bën drejtësi tamam. Më shkruan dikush në privat dhe më thot, do të ofroj çdo gjë që ty të mungon. Dhe unë bëra listën. Mish, vaj, patate, rigon, domate, kastraveca. Nuk e di pse më bëri blok. Se kishte për listën e pazarit e zi. Gra dhe vajza, ju duhet të kuptoni se skin care nuk pastron fytyrën, po të pastron xhepin. Unë kam një talent të rallë, lodhem pa bër asgjë, po ju a jeni kaq të talentuar sa që jam unë. Sekreti një lidhje të lumtur, ajo zgjedh rrobat, ai paguan faturat. Ka shtet këtu, ka gra. Ka shtet. Nuk është turp të kesh të dashur. Turp është ta kesh të dashurin më budalla se burri. Këtu janë të gjithë. Burri dashur, po dal një 2 orë, a të duhet ndonjë gjë? Jo, mjafton. Po mund është një dhe i qike. 3 orë po duhet. Po. Gjatë një vizite në spitalin psikiatrik, një titular i ministrisë drejtuese së spitalit. Si arrini ta identifikoni që një pacient është vërtet i sëmur dhe nuk shtiret? Ua, po ne bëjmë teste, mo. Vëm një vask, e mbushim me ujë, dhe aty vëm një lugë, një filxhan dhe një kovë. Dhe nga mjeti që përdor pacienti, aty ne përcaktojmë diagnozën. E kuptova. Çdo njeri normal do përdorte kovën se e zbraz më shpejt. Si ta them, çdo njeri normal do hiqte tapën e vaskës, po të vë dhe ty një shtrat tu të shtrohesh se qëngë edhe ti. Gëzuar me lajthiza në këto ditë nxehta korriku dhe gushti që natyrisht nxehta ka arritur, nxehtësia ka arritur përvoluese, është ky ujë që i freskon, janë këto pijet që janë pijet më të dashura që vijnë bashkë me shumë ushqime në këto deliveryt e gjithanshme në të gjithë Tiranën dhe gjithë Shqipërinë, kudo, sepse lajthiza është kudo, është ujë më i mirë, më cilësor dhe me mineralet më të mira. Ka magnezi ka të gjitha. Nuk di si fjetë mbrëmti. Ishte pak vap, me thënë të drejtën, po. Ka që vap ande në lagja juaj, se në lagjen time
s'ka vap fare. Më duket se ju e gjithë si lagje jeni pajisur me Dorelan. Dorelan. Po Dorelani ka kondicionerin brenda, ç'a ndodh me këtë Dorelanin? Sikur e ka brenda. Sikur e ka brenda, Ka një freski më të ullët se temperaturat e të tjerve. Ashtu. Sepse është i freskët, vinë si i freskët vetë. Qarqafët janë të butë vetë, janë të freskët vetë. Vjen flati ka nuk e dim tha. Po. Dhe Dorelani. duhet jetë përbër nga materiale bioekologjike që... Nëse ka shkencë, ka të Dorelani. Absolutisht. Dhe keni transfertat Western Union i keni dhe tani në celularin tuaj përmes UPay Albania. 1.000 lek bonus për çdo veprim. Me aplikacionin UPay Albania, ju mund të dërgoni para direkt nga celulari në mbi 200 vende të botës. Dhe nëse një mik apo familjar ju dërgon para me Western Union, gjithashtu mund t'i tërhiqni në çast në aplikacionin tuaj. Parat kaloj direkt në llogarin tuaj dhe ju mund t'i përdorni për çdo veprim tjetër me UPay. UPay, portofoli juaj digital. Dhe sa mirë, të gjithë këto emigrantët që kanë britur në Shqipëri, unë i bëj një thirrje që lekët që i kursejnë në Shqipëri mund t'i dërgojnë me Western Union, sepse është mënyra më e mirë që të mbrijnë pranë të dashurve tuaj. Okej, burri dashur, më thuaj diçka që të më elektrizoj të tërën, po kështu nga këmbët ke koka. Tërën trufea. Wow! Çfarë dashurie! Elektrizim pra? Alo, burr, në shtëpi vjen shumë era gaz, çfarë të bëj? Po ti je besimtare o grua, ndis një qiri? Po. Sa të mirën ja duan grave këta. Zonja psikologe, kam ardhur për gruan time. Ish bërë fiksim se duan t'i vjedhin fustanet. Po si kështu, nga e kuptoja jo? Po kishtë angazhuar dikë që t'i haruante, e gjeta në dollapin e robave. Si shpjegohet që infermierja kur bëm analizat ose marim në njërë gjak, me zina gjenë damarin, kurse këto mushkonjat në e gjenë direkte më mu në qëndër, më mu në shenjë, more. Ti bëjmë në i kurs të infermiereve ke mushkonjat, si thoni ju? Kurs mushkonjash. Kurs mushkonjash për infermieret. Kur u martova për herë të katërt, dëshmitarët u shkrinë si qeshuri. Po pse mo, qa patën ata? Po fillan të qeshin dhe pjesa kur u betova për besnikri. More, qa the më qafsh? Apo nuk e thua, nëse do qeshim dhe ne këto. Pra që martova, 4 herë. Shkoj te berberi, flokët kudo në tokë. Shkoj te mekaniku, vida kudo në tokë. Shkoj në bank, si s'ka një lek për tokë, edhe stiro, lapsin e lidi me elitarë. Budalejën ata. Simptomat, kur gruaja të kontrolon telefonin, janë të gjashme me simptomat e Covidit. Frymarrje rënduar, djerës të ftota, dridhje këmbësh, dhimbje koke, dhimbje barku. Po kur të pyet, kush është? Atëre të fillon kolla. Ganiu. Ganiu. Rregullat e futbollit të rrugës, i kujtoj për gjitha ata që kanë luajtur dikur si puna jonë, me ato sandallet plastike, në port ri më i shëndoshi. Penaltia quhet kur betohesh për kokë plakut. Loja mbaron kur lodhen gjithë lojtarët, kur gjuhet penaltia gjithmonë ndrohet portieri, dhe penaltin e gjuan gjithmonë ai që ka topin, se po se gjuajt ai merr topin e ikën o vlla. Inteligjenca artificiale është e frikshme. Dikush ka bërë një video timen, si kur jam në plazh, pikërisht në ditën që kisha kërkuar leje në punë se isha i smur. Jo, more, nëse nuk shkruan aji, nuk kam se të shkruaj unë fare. Nuk dua, more. Se të shkruaj unë. Nëse s'më shkruan ajo, i shkruaj në i tjetërën. Aq single jam, sa që më vjen të marrë 129 dhe t'i them, a të vi dhe unë dhe bëjmë 130? Qa kuptimi për 129? Jam 129. Kjo është për ato policët? Zonjë, hajde një shpejt në spital. Burin tuaj e ka qëlluar rufea. Ua, pse po bie shimo? Shie qa shio. Po dalë më se kam lënë robat në tel, ti mbledh njerë. Ti ku burri. Unë e madhe vjen tjetri. E dashur, dua të zgjohem gjithmonë me ty. Ua, po unë zgjohem 5 e gjys. Jo, më jo.
Arion, ku ka qenë vendi më i çuditshëm që ke bërë dashuri? Bilavatrice. Po ç'a çudi e ka këtu? E po ishim në market, valla. Ashtu, spektakël. Doktor, si pas mendimit tim, ju duhen një palë syze të reja. Jo, edhe si pas mendimit tënë të duhen një palë syze të reja, se unë jam kasapi. Ke prer flokët? Ja. Je dobësuar? Ja. Fustan i ri? Ja. Kpucë të reja? Ja. O Sanie, po pse më dukesh ndryshe? Jam shaqja, Manu shaqja. Kishte diçka që shkonde. Përshëndetje, doja një pastë dhëmbësh për dhëmbë të ndjeshëm. Kemi këtë pastën që peshon gjysmë kile, por është sa kjo që është më pak se gjysmë kile dhe ka të njëjtin çmim. Po doja edhe një shurup për kollën. Po kemi këtë shurupin gjysmë kilësh që është sa i 30 ml që kushton po njësoj dhe mere këtë. Ika, unë ika. Sepse më, ku po ikën? Po doja të blija ca suposta, po më duket se është farmacie gabuar. Këto dimensionet e çuditshme. Alo, recepcioni? Po, neve jemi. Ju lutem, dërgoni dikë shpejt në dhomën 510. Po pse mo, qa ka ndodhur? Gruaja ime do të hidhet në dritarja. Po ky është problemi juaj personal, mo ç'ku mund kemi ne, zotri? Ky është problemi i hotelit, më se s'hapet dritarja. Kur mos ishni dorë nga ëndrat, vazhdoni flini. Është një moment shumë interesant. Nga momenti kur lind, duhen kohë të ndryshme për të hapur syt. Viçi i hap me një herë syt. Keci pas gjysmore. Macja pas 6 ditësh. Qeni pas 10 ditësh, kurse njeriu i hap pas martese. Në shqyën syt fare. Mirë, kalojmë në vençe? Kalojmë në vëndshe, në një super vëndshe, me një super panel që kam mbritur këtu në Bardhazi, në ABC, për të trajtuar ato gjëra që vetëm kjo studio diti trajtoj në optikën që duhet trajtuar. Pas pak.